Na jena diaspor, na jena full shit show. Na jena diaspor, na jena full shit show. Full Na jena full shit show. 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 Full shit. Full shit show. Yeah. Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show Full shit. Mirëmbrëma gjithëve edhe sonte. Siç do javë tjetër bashkë me Marashin, sonte kemi ekskluziv yjen nga diaspora për intervistë të ardhur. Në fakt njërin e kemi patur para disa viteve që do na vi për herë të dytë sonte, mirë po është bo me ardh. Se u bon një 3 vjet, 4 vite që s'ka qenë Full Ship Show, edhe që 4 vite kush e di ky senet i ka bo. Po foli senet pozitive, artin, këngët, muzikët, gjonat, kurse të tjetrin e kemi për herë të parë ekskluzivisht që do ta ftojmë me çet muzikë ma vonë. Interesant është. Mos të largoni se e ka emrin Altin. Altin Gjiganta, e kuptoni? Gjigant është ai. Edhe tjetri e ka emrin Astrid. Edhe ai është Astrid, po Astrid Gjigant. Tashi, përpara se me ftu, ne po i falenderojmë sponsorët shenjtë që i kemi, që e bëjnë të mundur Full Ship Show-n, pastaj mos u largoni nga ekrani për të dëgjuar intervista të mira, interesante dhe produktive për shikuesit tanë. Marash luhet çka vazhdojmë me sponsorët tanë. Vielen Dank Komplexi Anesi. Der Anesi-Komplex in Makresch bietet auf 1000 Meter Höhe frische Luft, Ruhe und traumhafte Natur. Auf 80 Hektar erwarten Sie 50 moderne Villen mit hochwertiger Ausstattung, 24 Stunden Sicherheit und kompletter Infrastruktur. Die perfekte Verbindung von Natur und Luxus. Vielen Dank Komplexi Anesi. Vielen Dank, faleminderit shumë Komplexi Anesi, fshati i bukur turistik, ku ne e mundësinë të gjithë diasporës për të blerë villat tona me 270 metër katror banim dhe me pishinë verore, djemrore në fshatin më të mirë që e nxjerr gjithmonë Diamanti këtu, dhe numrat e kontaktit i keni. Shkoni vizitojeni një herë këtë fshat. Ju sugjeroj ta vizitoni, ta shikoni çfarë mrekullie është. Bleni, bëni komshi me njerëzit më të mrekullueshëm që ekzistojnë në këtë fshat turistik. Faleminderit shumë Kompleks Anesi. Vielen Dank Pristina Ticket. Der größte albanische Reiseveranstalter bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Vielen Dank. Shumë faleminderit Pristina Ticket që jemi me Full Ship Show për sëri të gjithë shqiptarëve të Kosovës dhe diasporës që na japin mundësi nga gjithë Evropa, sidomos nga Zvicra, Zyrich, Gjeneva, Bazeli për të udhëtuar për Prishtinë dhe anasjelltas me çmime të lira të mira dhe mund zgjidhni edhe ulsen me të njëjtin çmim edhe kuferin me të njëjtin çmim e keni. Prishtina Ticket, faleminderit shumë. Marash, a di një ditë e kom bo këta, e kom futat këngëtarin. O shkodran, a din besën betim që më ke dhane. E Mrush Osmani më ka shkrujt, ishte prej Kumanove, edhe pas si ja bona këtë verbungun këtu, se se kam ditë, realisht, amo këtë kongën në shumë e duket kongë, se di ku me gjetë plot, me ashtu, edhe më ka shkrujt, i thash unë të buajgore, vetëm i thash, e Mrush thash jam të të boj reklam shumë të fort, thash edhe ti me mpru dhurat, diçka speca ajvar të rëshi prej Kosovë, të mëndu që është, edhe thash edhe mirë shtert, edhe më ka shkrujt privat në Instagram, në WhatsApp, dhe më ka thonë, po, ka me t'i prunë, dhe shmi shtertë s'na lejohet me prunë në Zvicër. Kështu që të përshëndesim Emrush edhe dhe na vish po tjetër, se kjo kongë të mugnu live në Full Ship Show. Edhe a disi përshtatet sonë dhe Marash Zenon, e kemi të ftu Altin Zenonin. Një qaj bjen, bokser, kickbokser, MMA, që do më thonë, që lufton ka mbi 30 sa ndeshje amatere, por i ka 3, tash është në fillimin e karrierës ti profesionale, i ka 3 ndeshje në ndeshje profesionale në MMA, Marash edhe i ka të 3 fitore. Do më thonë, nuk ka shans Altini me hum, gjigant, veç po të kallëzej. E ka emrin Altin, edhe fakti që e ka emrin Altin, sot është në Full Ship Show për të na treguar rreth karrierës ti,
Po mëdhimet pak kur e pava se njëri në vesh e kish thuj se vesh e thehet në çdo Tash e pyesim se ç'është. Tjetrin jo, domethënë tjetrin e ka mbrojt më shumë. E do të më ditë pse njërin po tjetrin jo. E ftojmë ja një sekondë edhe herë për Altinin kjo, është gjithmonë për Altinin, ha? Se është edhe prej Ferizaj, mos harroni. Altini është prej Ferizaj. Domethënë ku je zenon, o shkodaran, a e dynë besën zenon që më ke dhone. Altin Zenunin fol shqipshomit pick-upun Jonas! Mirë se erdhën Full Ship Show. Altin e gëzohem që unë johë mirë, mas parë unë jam Altini. Edhe ti Altini, ja? Interesant është, ha? Sa interesant është kur gjej persona me emrin tim. Se shumë rallë ka, nuk ka shumë, Altin. A je serios prej natyre e kështu gjithmonë me këtë qëndrimin tonë që e manë strikt, jo? Apo ka herë din me lujtë, me bo hajgore, me fole, me keshe? Jo, unë jam vete kam. Se unë jam pak Altin budall. A di, pa influenca se po kujtoj njerëzit prej men. Budall jo, po kom shef me fol, me kesh, me boj. E ti natyra jote është kështu gjithmonë? Jam shumë i urtë, Je shumë i urtë. Shumë i urtë. Atëherë, je i urtë si natyrë. Gjithmonë je kështu. Gjithmonë. Çfarë bën me kesh ty bro për shembull? Po me shuk, keqe. Kesh më shumë. Okej. Edhe për mua jam shumë me emocione çtaj. Ke emocione tash? Po dhe se automatik. Jo më luaj. Çe çfarë bën për Zenunin? Altin Zenunin. Çe çfarë bën për Altin Zenunin? Që më emocionet nuk jena live na. Live jena, po harrova nuk jena live. Nga provon, live jena. Hey, ka drogitje për Altinin. Altin je lindur i rritur në Gjermani? Po. Pra, edhe e din shqipen perfekt, mirë. Mirë. Bravo, super. Për ty, a ndryshe me dalën që si emision me dhanë intervist në krasim në ring? Ja, ndryshe A ke më emocion në ring nga në emision? Automatik të live. Këtu më shumë emocione po. Pa e se domethënë jena Jam bosa su, edhe edhe na. se unë më shumë edhe amatori kam për mi 40 ndeshje. Për mi 40 ndeshje i ki amateur. A e marrë me Altin sa i ki hupi edhe sa fitore në këto 40 ndeshje? Kam 35 fitore, 5 humbje. Vesh 5 i ki hupi në 40. Statistike fort. Zenon, bravo. Domethënë Altin Zenuni sot në Full Ship Show për gjithë shikuesit tan, një djalë me një karrierë të fuqishme në amateur, paktën 35 fitore, por me një super fillim karrierën profesional me 3 fitore që i ka bo në MMA. Ku zhvillohet kjo ndeshje, Altin? Kjo MMA-ja, ku është zhvillu kjo? I kam po ndeshjen e parë kom pas në Hamburg. Hamburg. Në Gjermani këtë. Okej, në Gjermani këtë. Ndeshjen e parë kom pas me një Çekijës. I ka pas ai unë kom pas ndeshjen e parë, ai ka pas 6 ndeshje. Edhe kon edhe ma ka pas më shumë eksperiencë. Okej. Edhe shumë holki kanë menu që Ke me hup. Po. Edhe ndeshje që kom pas të fundit, ai ka pas 5 fitore, 0 humbje. Ai ka pas 2 fitore edhe 0 humbje. O ka një ide shumë interesant se e kena pas me hup 0. E me çfarë taktike fitova Altin? Çka bone ti më shumë saj që nëse përveç se gjujte më shumë, po a u servite më intensiv, a bone një përgatitje më të veçantë, apo çka bone që me fitua ata? Unë kur të hinë në ring s'kam taktik. Unë hinë se unë jam thirrët all rounda. Unë këtë senet i di, jam i fyrt në boks, jam i fyrt në mundje, jam i fyrt në kickbox. Se do hall që kanë shembull mundjen shumë të fyrt, edhe të kapin për tykë edhe të mojnë. Unë çdo sport e kam të mirë. Çuçi ke fitu që të ndeshjet deri tash shumica me mundje apo submission, me me knockout, Me mundje, TKO. Me mundje i ke. KO i bje. Okej. Mundje. Sa vjeçar i Altin? 22. 22 vjeçar. E bro, tash veshi i jot për shembull, që është i lëndum apo jo? Janë të thym apo? Thuj me janë. Po veshis, edhe që s'ka ashtë, amo që E është i kuptoj, butë. po amo shtypet. Shtypet edhe mbledhet. Edhe në gjak. mbledhet pastaj gjaku edhe fryhet edhe prishet struktura e veshit. Ka metoda që mundesh me nxjerr gjakin, Po. amo ne kom nxjerr apet, po ka e do A dërfëmu. ka shans me operacion plastik me rikthy dhe herë çu jam kon? Po ka Ko? amo A mos do me bon pa e kry karrierën. skthehet veshi kurs që kom pas. As kthehet kur çu ki pas. a të pengon? A ke dhimbje? Në fillim kur thehet, në fillim një 2 javë s'kom mujt me flet. Se çdo herë fleqa me çeton, Po. s'u fleqa, u kthesha çeton këtë veshin apet. A Të më det më në shumë postim. pas që ngjujt në qeton Altin. Më shumë se
Premundjes. Shtot janë nisit edhe Po. ti kap kont. Okej. Sa janë. Kjo bëhet premundjes, jo për goditjes. Primundjes. E tash, për ata që s'njohin Altin, ti 22 vjeçar kur jam hon moshtonon për çdo ditë kam dalë me kanë femën. E tash, ata që s'njohin ty, edhe se din që je bokser. Qa thonë? Qa ki atë thonë gjo, qa koshe kështu, qa e vrade, qka po? Apo... Jam këshyrin do me nëjnë, mos e kam naj, se di jam lind kështu të Po. Amo, Juve kesh me të pyt nështë ta? jo. Apo të pysin? Do më pysjen, do e din me njerë. Okej. Se do, Po normal, kur ti shembol me një, se di, me një dogoj, mi këshyrin vesh, e din direkt, okej. Kjo ka isha Tina do të disë. më vëde. A kanë frikë tani për te, apo të Jo respektojnë frikë, më ndryshe? Jo me thonë frikë, ama respekt, vëde. Respekt, po. Se kërkosh do të më pas frikë. Absolutisht, Unë jam jo, njeri, absolutisht. si ama më ma kallzu respektin, që ajo ma Okej. mirë. Bukur. Qa thot prindrit për ty? 22 vjeçar unë djalin tem për shembull s'kisha mujt kurrë me elon se di ndoshta bëhet edhe ai çështu edhe një këtë sport edhe s'ka çaj më pyet hiç me thon drejtën, po ideja është që a prindrit kur ju shkon me vesh thym në shtëpi, ç'a thojnë bro? Edhe më të kallzu drejt, baba jam ka qu që të sport. A babat ka qu? Ka po se shumë marak të sportit. Babën e pas ke shpirt luftarin duket, a? Edhe më ka kallzu që të sport, se unë në fillim se kum ditë as shkon që ke MMA, se kum ditë veç më ka qu edhe ja kum nis stërvitjes, më ka pëlqy. Edhe nona edhe son i këshyr ndeshjet ama o mësu edhe aja mas qësoj 40 ndeshje në amateur që taj 3-0 profi, edhe aja o mësu, ama ka njerë ku po mi këshyr vesh, po thot kusht merë me që të vesh. Amo që taj që shumë e po. Nona ka hallin me të martu. Kush merr? Do të thonë e hallin, a e merr dikush me çdo vesh. Oj non, leti më stanin se e morin, direkt e morin. Veç ku me gjet bile ato, se kanë dalë në mod tash çështo të fort, me vesh të prishun. Moda është e këtyne, neve me vesh të mirë, s'po na merr kush, kena me kanja. Edhe baba jo të marrë me arte marciale? Kena me kanja. Çfarë budalli jam. Edhe baba jot u marrë me arte marciale, me mixed martial arts box. Jo. O kon veç marak ka këshyr shumë marak. sport, ama shot vetë s'ka po. Në cilin mosh ki fillu mu marrë me këtë sport? Më është me 14 vjetë. Okej, heret. Me 14 vjet. 14 vjetë, me 15 vjetë e kom bo ndeshjen e parë. Edhe qëtaj 40 ndeshje kam amateur. Jam 3 herë kampion i Gjermanisë. Jam bronce e kom marrë 2 herë kampion të botës. 3 herë kampion i Gjermanisë. 3 herë kampion i Gjermanisë. 2024, 2023, 2024, 2025. Wow. Ama më duket në Rusi paguajnë për me bo vesh çështu Altin, për me pasi far autoriteti, reputacioni. Atë janë si far lloj trend edhe. Po është trend. Me e prishin gjithë që të vesh, Po. se kur ti gron ke rrit. Po. Mi u duk veshin. Mi u duk veshi që me pas domethënë i far Më duket reputacioni, i far. Interesant. Me kon me kthy kohën mrapa, a ishe fut prap në çet lloj sporti me prish vesh ajo? Po, gjithë. Ishe fut gjithmonë. Okej. Unë s'moj pa çet sport. Ti je shumë i urtë kështu në jetën e përgjithshme, domethënë 22 vjeçar me këtë lloj karakteri, a ki je pjek para kohe apo i ke qenë kështu që është i vogël se unë jam pjek, unë halos jam pjek, po po mendoj mosha jote kaq serioz, kaq strikt, kaq i qetë, është pak problem me gjeta, e të kuptu. A të ka pjek sporti apo të ka pjek karakteri apo e ke genetike? Unë që me 14 vjetë jam nisë qëtë sportit. Edhe unë 2 herë në ditë baj servitje. Edhe s'm ka ra shumë me dal, s'm ka ra shumë me pas ena, bedi. Unë gjithë jetën time e kom lo për qëtë sport. Bedi. Edhe ama jam i falenderus që kam qështët. Edhe besoj që sporti më ka pjek qështët. E në ring ti nuk je i urt, si kur këto? Ja, në ring jo. Për të në ring, apo? Ja, normal, atë në ring të me kallzu të në vetin. Nësë jam që fulli shumë, e kallzoj ma mirë vetin në ring. Okej. A ki emocione para ndeshjeve? A ndjen atë presion? Emocione kam gjithë, sa dush me pas eksperiencë, gjithë emocione kam. Ama, dyqysh, kur t'hin atë, edhe e lau gjithë... Jashtë. Jashtë këtë emocione. Ile jashtë ka. Okej. Ajo përballja që bëhet një ditë para ndeshjes, e kom pa shumë që disa boksierë përdorin psikologjinë për ta mujt kundërshtarin me psiqiki herë mas pare, pastaj edhe në ring. Ti me këtë karakterin e urtë,
A vepron për me mujt apo rrin gjithmonë qetë kështu edhe pse ai lëviz ti nuk lëviz fare. Ja, unë gjithë rrivi që këshyrin syj. Nuk bën tripa, jo po bëj po atë. Ja merr shty, ja merr. Ja. Edhe nëse ta bën ai ty ti vetëm rrin çështë apo? Unë I tham tani shimin. Shumë I du këta boksira bro. Ai ke Që rrin parasysh. urt. Shumë I du. A disa noti kam këta që rrin të bon atë takimin e parë. Unë të mytje ta bëj kështu atë. E në fund të honda jak. Shumë e kom marak këta që veç rrin. Shumë I du. I simpatizoj shumë këta që veç rrin dëgjojnë edhe pse është hyn. Ai ky s'lëvizish. E mrin ta kput në mes bro. Sa e rëndësishëm është ai momenti kur çështu stand-off? E I shkreti që ai Face pas ke off. bosh. Face-off. A shumë e rëndësishëm tani për mentalitetin për ndeshjen apo është më shumë show? Thjesht për fotografit mi bo. Ja, shumë është ai. Aja por se unë kur t'ja nisi I baj killat, që ajo shumë e rëndësishme se çtaj 81 kila I kam, unë rrejna me 70 kila. Me 70? Me 70, po. I bje mrena 2 javë para kur fillon ndeshja, do të bje 10 kila. Është shushet 10 kila vëlla kallëzëm me mua. Për 2 javë. Mrena 2, jo, ka edhe, unë për një natë I heki 5 kila. Qysh? O janë do, oni metod, oni një farë trike, do të me pi ujë, Po? I pe 7 litër ujë. 7 litra ujë me Mrena piti? një javë. A mrena një javë është për Jo çdo ditë? mrena një javë për çdo ditë 7 litra. Edhe pe ujë, pe dhe trupit qetë. A mo kom në një qështë I dam me pi shumë ujë bro. Se një 7 litra, Me mjekësi kom në 1.4 litra është dam. ja, së ti jonë që taj. A ki bon këtë prej Amo- vetës apo me mjekë ki bon? Jo, kjo me mjek, kejt sportistat e bojnë qëtë metod. E bojnë qëtë metodë. Po, I bje pe ujë edhe trupit ta qetë. Pra do më thonë nëse pi ujë një muj reshtu në heku kila? He kila ma hek veç ujë pi trupit. Ujë, po. Sështë, Po. di. Jo, fet. E gjeta betem. Gjigant të dy kena me bon djetë tash mërë. Pa veç ujë me pi. Gjigant të zorën e kena që aty është trina, rrët pa pare kena. E që shenë në vetin tani, 1 javë, 2 javë ditë me hub 10 kila, besoj që a lodhje për trupin. Shumë o ljodhe, shumë. E tani- S'moj mu qupi, edhe vetë s'moj, ka njerë sun qyna pi, edhe sun qyna se mirën kejt mend. E qysh luftën tani bro? Po tani, te ki, kur ty pa të në vogë, e ki një ditë para ndeshjes. Po. Tani ki mrena 36 orë, mund është me pi, me hongër shka dush. Po pse ti nuk luftën me qëta kila tua, me 80 kila që janë, pra mos me hongër, Se mos ai- me pi ujë hiç. Se ajsh, onë të morrej qëtaj, se kategoria është 77 kila. Po. Onë morrej 77 kila, aj kundështori jem, I kona është 90 kila. Okej. A bede qysh. A e nesh në herë me në një që ka kila më shumë se ti? Besoj që jam rrej në hera, mo, që aja o trika, të të mi hek kilat, tani mrena 36 ore, unë mrena 36 ore I kum shua 8 kila. 8 kila? Po a je I lodhen tani në atë ditë, a mjaftojnë 36 orë? Ditën e deshjes, si jam I lodh. I ki shtu 36 kila për? Jo 36 kila, mrena 36 ore, I kum shtu 8 kila. 8 kila më në 36 orë. Qa bone, hangra apo qa? Me hangër, jo do të me pi shumë, janë do Langje. elektrolyte thirrët. Okej. Janë vitamina, I shtin trop, edhe tani mund është mi shtu 8 kila. Edhe në ditën e ndeshjes ti je Jam fit. I kthjellët. I kthjellët jam. E bralten djali për më tranove, për pas tranove I furti. Tashi, me ka ki ndeshin në radhës? Tashti jam në Ramazan, se jam I ninushëm, ama halos se kena bo plan me kanë moroj. Unë tham, s'kam frikë për edhe stutna. Si ke frikë kërkuj? Jo, kërkujna. Rrejna me kanë dush. Edhe me të mëdhaj? Edhe po të më dhaj. Në jetën e përditshme atë kohë ndesh mu rrej me dikan Altin. A di në I herë jashtë të Jo, rrugë, Ja, diskoteka, është në gjohë. Unë s'dal në për diskoteka. S'jam typi që dal. Zdela si Ja, në ja. diskotekë, pse? Po shka kam me lyp aty. Alki çka pin alkohol, çka s'jam A je fetar? që A je praktikant I fesë? edhe I religionit, a për çeta arsye nuk del apo veç si do Jo, vetë? për çeta arsye, unë e kom dal. A mos u kon Interesant. interesant për mua. E që është dhe me gjithë Se nuk se ti knoqesh. gjigant? Nusja s'gjetën klub. Bravo. Ah! E tash ke fol mirë. Tash folet gjigant, si ta u knash në unë, a ketë atë. Shërë, thot, djali, po martoj ka me mësit. Edhe pas ka të sigurt, a me mësit ki u martua, po? Me ta gjetë dikush një nuse edhe me... Ja, me gjetë vetë më mirë. Me gjetë vetë. Po që s'po dalë shëku, do me gjetë, o vlo. Ja, gjaj dikur. Kontaktoj kur- tash, shishe shkru ke me, Instagram. A, në Shkru, Instagram shkru në ja, po. Jo, shkru me, po tham, jo në Instagram shkru me.
Altin Zenuni e ka Instagramin, ju qika që i të një me vesh pym. Po ka zej se ka shumë knaqet në ona kretash. Një me shumë profesionale ki... A da shtë me Je, shtë veç do mi thonë që... Mja gjithë. Mos u thot që po talon po anunce. Shtash, sa followat kanë me shku edhe kanë me i shkrua aty, heq mos tani non. Rrjetet sociale, shumë profesionale ki. Sa të rëndësishëm janë për karierën si sportist në MMA? Që të sport që e baj, është fiton, janë kitë për mas teje. Hup njëherë, sot janë për mas teje, nisës janë. Dhe interesant është. Por që ata do të më konë, s'ban më, social media, s'ban më konë shumë social Invaren, media. vetëm për një... Këto taktikat e social mediave, këtyre gjonave, a i bën ti konceptet apo ti bën dikush? I ban dikush. Ti bën dikush. Pra, ai të tregon ty se ç'është do të më kanë, ç'është do të më postuhet, ç'është do të më ashtu. Okej. Shokyt. Ti lufton, Jam, qaj që... Të përshëndes. ti lufton Arkadash. Arkadash. Respekt Nuk ka Arkadash. shqiptara ish. Jo, është kurt. Jam rrit bashkë me ata. Jeni rrit bashkë. Okej, super. Desha me të pyet diçka more se ma more të ma përzive more. Hej, veç pak. Marash, ma gjeni Për rrjetet sociale i patëm fjalë. Po. A janë të rëndësishëm, ka thënë ma mirë mos më kanë imvarën për një kanalit. Nëse je i suksesshëm e kim brapa të gjithë një herë me hup. A është e ke parasysh tifozat një sportist ka më shumë dëshirë mbështetje kur hup se sa kur fiton normal. Se është bo paktën të na shqiptarët, kur hup një boksier për ta asim këtë edhe ja kthejnë shpinën. Një gjohë shumë e keqe realisht. Që Holke shojnë veç a o dëra nalt, as o dëra nalt. A ke fitu edhe kur të hup, për me, se kam plot shuk, hupin, kur kanë se kanë veç familjen, do shuk edhe mo foncat këti hupin. A mo Holke se shojnë qka është mo pregadit 8 javë për një ndeqe, mi he kilat, zdele, jone saba baj stërvitje, shkojnë shpe, flej, apet stërvitje, ho bok, flej, edhe s'kam tjetër, Kjo është jeta jote. Qa janë jeta jem. Edhe Holki se shojnë që ato. Veç e shojnë hinë në ring, hup, edhe ta bojnë bu, edhe mo kryja pëde. Se shojnë shka bojnë na për mas. Sakrificat. Pëde, ketë që ato se shojnë heq. Edhe veç e shojnë hinë në ring, a o dëra nalt, as o dëra nalt, edhe qaja pak. A ndjen këtë presion gjatë ndeshjeve? Se... Normal, se unë e di prend të më këshyrin, kam edhe qëtaj mas qësoj ndeshjes të fundit, kam edhe fonca, edhe kejtë vinë më po, se më shkrujnë edhe, ku marrë 500 km veç për tyje, nuk djem të hollës që kam të Zvicër, kanë marrë tiketa me balan, kanë marrë hotele, edhe veç për mua. Absolutisht, mirë mos më shgënyt pakën. Normal. Okej, interesant. Shumë është interesant. Edhe me diçka tjetër nuk mirë është, vetëm... Po, edhe studime baj. A dhe studim? Studime, unë kam drejtimin inxhinier për elektrik. Interesant. Edhe kom punu edhe shpesh te baba. Baba jam punon në bashtel, me armatur. Edhe amo aja sa për punë për mua, sa son qëna 5 bojit me armatur, sa punë për mua. Ku shikon veten ti mas 5 vjetëve? Ku ke me konë? Mas 5 vjetë, unë alon fillim të karierës jam. S'po du me fylle dhe që bona kampioni. Amo apëde e kam ondër më bo kampion me hinu FC. Ajo me e nolta, që ka mundesh me rrit, me hinu FC dhe më bo kampionat. Me jetu me që të sporta. Me ka kishe pas dëshirë mundesh në FC? Me kanë. Për momentin, edhe me Conor McGregor e kisha pas qef. Edhe së rejt a i amo kisha pas shumë qef më rrej me qëto. Edhe që tasha? Edhe që tash pëse ju. A është kategoria jotja ajo? Kategoria. Se me shit pesh është edhe ajo? Po pse duket më madhej? Conor McGregor? Jo, beson. i vogël. Ti vogël është? Një 75. A beson që e kisha rreth? Se di, që për momentin nashta e rrej, se edhe so mon sport, ja ka nista në dësene mi bon. Nështë ta shtu së Amo vite kur shumë. kon atëherës, besoj, një ralion fillim jam... Cili është i joti i preferuar? Cili bokser apo kickbokser është i preferuar që e ndjek shumë me pasion, ke dëshirë? Edhe kam dëshirë pastaj edhe për shqiptarët me pyet.
Habibin. Habibi? Shumë edhe si njeri që është. Edhe mu më duket shumë njëri Njeri mirë, i mirë, Disiplinë. shumë lojtar i mirë. Po. Shumë fair, Ka shumë fair lojtar. disiplin, ka disiplin shumë. Po. Edhe o musliman shumë i mirë, kështu njeri i mirë. Kështu ta. A janë për një më të mirë në botë ato Dagestanit? Edhe pse? Nëse Që po. shto të thonë se që me thonë këto në Gjermani ose në Zvicër na edhe unë fillim ja kom nis me futboll. Na jena rrit me futboll. Atje janë rrit me 3 vjet hin direkt Po. mundje edhe boks e Si bide. sporti nacional atje. Si sporti nacional. që kjo. Që ata Atë ka shumë e një herë me shku 2-3 vjet në Dagestan. më ka shku menja, ama kom një që sos të vritja bashkë shumë e mirë në Dagestan. A bide, ka stërvitja unë e kom bo plan për si vjet me shku në Amerikë, me bo stërvitja. Edhe stërvitja në Tajland është shumë e mirë. Që aty kom bo plan për si vjet. Altin, cili shqiptar është i mirë për ty? Cili shqiptar, ketë shqiptar janë të mirë. Po mendoj këto që luftojnë, që bëjnë të njëjtin boks si ti. Sportistët. Sportat, Ketë janë të mirë. sportistat si ti. Cili mendon që është i fortë dhe a ke pas mbështetje ti prej tyne? Qebja, A të kanë suportu? Po, shumë. Kush shumë. të ka suportu më shumë ti? Kretë. Që tajnë ndeshjen e fundit, që e bojnë që të sport, po thua? Po, që bëjnë që sport. Arjan Topollaj. Se di janë. Arjani Po, një është në pas në emision. Po, Pika djalit është Po, Arjani. shumë djali mirë, Shumë djali. shumë më jep suport. Ta në që taj njoni që rrit edhe pak rrit për kampion të oktagonit, Gjoni Pallokaj. Edhe ata e njof, po, edhe ata e njof, edhe do të aftojmë edhe ata në emision. Ta i këmë rrit që taj për titull, edhe on njoni Endrit Brashuri, edhe aj. Në Gjermani, ku e? Gjermani edhe ajo i Münchenit. Na jena 4 shqiptarëve që në oktagon. Edhe që aty jena kitë shumë bashkë. Çfarë mendimi ki për Ashnjani në UFC shqiptar që ka arrit shumë sukses atje, Ilir Latifi. Aha, Ilir Latifi. Po ajo, shembull, si me thonë, baba e MMA-s. Për shqiptar. Ai për shqiptar. Ai kur jam koni vogël e kum këshyr edhe A mos lufton më duket, ja ai s'lufton më, jo. Ama Cili u kona që ka vesh Joe Rogan plisin? Brahimaj. Brahimaj? Po. E ka pas dje një ndeshje ka hup. Ama çfarë të çamë po. Ndodhin. Interesant. Ai Joe Rogan, njeri më i famshëm në podcast shqiptar, ja ka qit. Sa përgatitje bën ti para ndeshjes? Unë gjithë në stërvitje jam. Gjithmonë? Gjithmonë. Por ti je i gatshëm çdo kohë me luftu? Para emisionit kesh me bos stërvitje. Para emisionit bën stërvitje. Edhe pse je tu agjeru. A ke muskuj bro kështu, a je i fortë që apo e ka të luftë? Ja. Muskull s'kam, edhe s'do me thonën me pos muskull. Se so A e ke trashëguar me këtë dhunti për sport, a ka kush në familje që ka luftu, ka bë boks? Ja, unë jam i. Ku i ke gati të dojt, te baba valla? Unë te baba. Te baba i furt, a? Okej. Edhe dy vllaznit vogël i kam që e bojnë. Okej, a kishe dashur djali jot me kon të njëjtin sport sikur ti? Po. Pse Po? jo? Është mirë? A dhimbet pak më afty veshin dikush? Nëse kur ta Dhimbet, bësh s'di, djalin valla, kemë menduar ndryshe. Alo i ris, s'nash. Kemë menduar ndryshe dhe kur ta bëj shtëpinë tonë kemë thonë, atëherë non kam kuptuar ty se çka ke. Edhe vlezërit të tu mirën me Edhe vllazit Me MMA? dy vogël i kam me MMA mirë. të dytë. Okej, ti je i madh, e? Unë i madh, më i madh jam. Okej. A kanë talent, a kanë marrit edhe të? Kanë talent, po kanë disiplinë. Jo, a? Se me pas talent, sa dush mundesh me pas talent, kur s'ki disiplinë e hub talentin. Se disiplini për mua, po fuli për veti, disiplini gjithherë e mund talentin. Se pa disiplinë, pa mi dhon gas me bos stërvitje, e hub talentin. Kush është mbështetja më e madhe në karrierën tanë? Kush përkran më shumë ti? Kush më përkran print më numër shumë një. ti, se unë e kom pas se baba jam edhe se unë kur s'kom punu. E kom kry shkollën, ja kom një studimes, kom mu gjithë me shku në stërvitje, se mi ka plotsu baba jam kushtet a bede. Ka thonë, mos shkon punë, unë ta paguj këta, unë ta paguj këto, veç shkon në stërvitje edhe kryet qëtë sport. Bravo qoftë. Meritoni. Bravo qoftë dhe babës. Altin, kena hall me hek gojlin e printerëve tash, se po thonë kush merr me çto vesh. A e don modele, nusen, a e don këngëtare, a e don çik shtëpies, që veç rreth shtëpia, Qik shpijes, a e don fshatare o qytetare? qik shpijes. Çik shtëpies.
Që rrim veç të shtëpia, Jo, domethënë. jo që rënë veç që shtëpia, mo do të më kanë sjellshme. Jo modele kësi në për që rrinë në për kluba, jo kësi senës. Këto senës duhen në syrin. Tradicionale. Veç një vajzë tradicionale që rrit të shtëpia, apo punë të shtëpisë, ndihmon në familjes. Domethënë çështë. Edhe në Kosovë atë në Gjermani, kallzom, se duhet të martu që kam. Gjermani, mami. Gjermani edhe na? A ka çika të shtëpisë në Gjermani që kanë sot? Vështirë me gjetë, po. Vështirë me gjetë që rrinë të shtëpia sot, po dalën për kluba. Problema, edhe në Kosovë. Edhe në Kosovë zor. Edhe në Kosovë ka Edhe dalë vështirë. një farku edhe aty në zor. Edhe atje apo vështirë. Po vështirë. Po ai t'leska pse del ka herë në klub s'është problem. Altin, e kam i pyetësor për ty Kingu. A kishe pas dëshirë të fitosh me nokaut në 10 sekondat e parë, apo me bo një spektakel me 5 runde? Knockout. Me 10 sekondat e parë? 10 sekondat e Kjo parë. të bën ma Ma lumtur, Ma të lumtur, ma të bukur. Stërvitjet ke dëshirë me i bo në mal, apo në plazh, në deti? mal. Në mal. Mal. Bukur. Preferon me bo dietë strikte, pra strikte mos me hangër, apo në herë mu quna edhe me hangër në i steak? Mu që notën me unë kanë janë në steak. Me hangër më shef tas neqë, mos me i kalzu kuj. Okej, mos me i kalzu trajnerë. Okej. A ke dëshirë me të njoft njerëzit si frikshëm, apo si djali mirë jashtë ringut? Si djali mirë jashtë ringut. Jo i frikshëm, pra, jo me të tutut dikush. Respekt. Respekt. Ama jo i Bukur frikshëm. shumë. A e preferon muzikën tallava apo hip-hop? Se i Kombinim. feri zajt, gjigant, Kombinim. i feri zajt shumë. Ka njerë. A ngon tallava në herë? Po, normal. Okej. Ka njerë kështu, ka njerë kështu. Ja, po, ama cilën kishe zgjedh, është mes tallavas dhe hip-hopit cilën kishe zgjedh? Hip-hop. Hip-hop. Tallava ngojnë pak ma roll. Morra, okej. Nëse nuk do ishe MMA, a do ishe aktor apo bodyguard i VIP-ave më me emër? Bodyguard, pësoj. Kishe pas dëshirë. Jam shumë njëri që di më me bo aktor. Okej, super. Do të preferoje selfie me fansat para ndeshjes apo pas ndeshjes? Pas të ishjes. Të humbësh me vendim apo me submision? Submission. Submission. Po, submission. E para që shke? Apo me vendim? Me vendim i bje Knockout. knockout. Po. ha? Me hubone? Po. Submission. Knockout. Kjo submission, bro, çfarë? Submission o bje kur takime një edhe edhe Në mundje. Kështu me okay, interesant. Instagram live me 100.000 ndjekës, duket ndjekur apo qetësi totale para ndeshjes? Pra, domethënë me qetësi, mos me i po 100.000 veta të po ty të prit me dal ndeshje, ja? Okej. Se të marrin energji? Okej. Fitore me teknik apo me forcë brutale? Me teknik. Me teknik. Okej. Të të sfidoj një mik apo një rival arrogant? Pra, me të mujt një mik i joti, Aha. që e ki mik, apo një rival që nuk është arrogant ndaj teje? Mu mujt një mik, mua, Po. a një njeri që jo arrogant. A kishe dash, po pra, a një mik i joti që s'kishe, të më thonë, me të mujt një mik, ty që s'kishe pas dëshirë me të mujt ai miku jot, se për çef kishe pas ti me kanë, apo nejse pa. Më mirë miku. Le iku pjesë. Stërvitje në 6 mëngjesit apo në 12 natës? Në 12 natës. 12 natës. Nëse do të thoshte e dashura jote kur ta gjejmë tash, se kam me ta gjetë një fort përmes Instagramit, ose di kush është ajo, se kam e shkruaj ty direkt. Mirë po, ajo dashura ka me të shkruajt e ti kemu dashuru me ta. Edhe kim ra shumë dashuri. A e di çfarë dashuria? Po, që se di. Kanë luajtur ndonjëherë fluturat në bark? Ja, Alo. ja. Okej, ama e di çfarë dashuria? Po, e Ke di. dashuru? Nonën e ndu. Jo. Qysh dashuri. Po ja, nonën e doj më akret, po bëndej dashuria me flutura për femër, a ki po Ja, dashurin e s'u femër. para, ja. As ka ndonjëherë me Ja. dashuri kanë. Okej. Nuk e din, ama bë me ditë çfarë dashuria shumë e rëndash, po të kallzej. E tash nëse e dashura jote të kërkon ty thot mjaft me MMA thot. Kur. Ose mu, ose kafazin. Kënë zgjedh.
Kafasin. Kafazin e lën dashur na? Po, Mo gjigant. One qatë grujen teme që e zgjeli, do të aja ko më njëft qysh jam. Po. One vime me qëtë sport, a vete? Aja së më thot mua leje sportin. Së në martë. Okej, a më ishte pyetja që nëse, vetëm po supozojmë, nëse, a do zgjidhje dashurin apo kafazin? Sportin. Sportin. Prapë dashurat? Mos tani se ka boll. S'kishe me të pa martu, hiç mos tani. Me cilin shqiptar kishe pas qef, nejse, mu shqiptar jo, po me cilin shqiptar kishe pas qef me bo stërvitje, me pas vazhdimisht kontakt me të dhe me bo ndeshje. Me Ilir Latifin. Ne? Me Ilir Latifin. Me Ilirin. A ke njef personalisht? Yes. Si ke shkrujt një herë? Mirë s'm ka ra aljam. Okej, tash që ke bu një emër në të rrjetet sociale, tash që ke bobu me këtë ndeshjen e fundit e Altin. A të kanë shkrujt njerëzit këta që merren me këtë njëjtin sport? Ose edhe VIP-at e stradës, njerëzit. Kush të ka shkrujt në një me emër që për shembull nifet? Që të ka dhënë mbështetje? Granit Gjau kam ka shkruar. Granitit ka shkrujt? Dardani. Reperi Dardani. Bravo. Azeti. Okej. Jo çtu. Janë shumë mirë që i përkrajnë Bravo, sportistët e arteve. shumë respekt. Shumë respekt. Granit Gjauka realisht është shumë njëri supportues ndaj shqiptarëve. Është shumë, jap dorën Granitit personalisht. Azetin edhe Dardanin nuk i njoh shumë si ashtu, po Graniti e shoh që ku ka shqiptar që bojnë diçka, nuk e ka fare problem me i supportu, me i ndjek, me i bo follow, me i shkrujt. Shumë Ç'është respekt. duhet më kanë, shqiptarët me përkramë Realisht janë ç'është tjetrin. më kanë. Pra domethënë shembulli i Granitit është jashtëzakonisht i mirë tek Fancat e tua njerëz që të përkrajnë, a janë më shumë shqiptar apo të përzime? Ja, më shumë shqiptar janë. Shqiptar? Të përkrajnë shumë. Shumë, ekstrem. Okej. Mas që sojnë ndeshjes, ekstrem. Zvicrës, Gjermanisë, Kosovës. Ç'është duhet më kanë? Bukur. E në Kosovë shkon shpesh bro? Çdo verë shkoj. Çdo verë. Çdo verë, po. Kur rren më shumë ti, ka shkon më shumë ti, ka sillesh, ç'a bën? Jo veç rriç atë në Ferizaj. Veç në Ferizaj Ferizaj? jam. Ferizaj kanë herë shkojmë në Prishtinë. Atë njohin Ferizaj njerëzit ty apo më pak? Unë kur jam konë që taj verën e kalushme, e kom pos veç një ndeshje. Vede, amo vishin do... Tu po, aji ti as ti. Aji Altena, o që ka Altini me bajshin. E di së më diqë, amo besoj që taj kur të shkoj verës, më njërën ma shumë. Okej, ja, besoj që po. Verës me zjetë prit më shku. Janë krenar me ty, që ti. Krenar Ferizaj për Altin Zenunin, Altin Zenuni ideal shumë i mirë me këtë emër fantastik. Emër më të mirë s'ka kush. Altin Zenuni, shumë kënaqësi që patëm sot në Full Ship Show. Faleminderit. Kemi në prapa, po? Inshallah. Kur ta bësh ndeshjen tjetër. Në çdo ndeshje, edhe në çdo fitore, edhe në çdo humbje, të ne e ke, inshallah humbje s'ke, po edhe nëse ke ne të mbështesim prap. Se sportistin duhet me mbështet kur humb, se kur fiton është i mbështetur. Po kur humb duhet me mbështet patjetër, kështu që tek ne e ke mbështetjen maksimale, sa herë të kesh veç na informo, edhe nëse s'mund me arti na bëjmë reklam për ty që mu bashku shqiptarët sa më shumë në ndeshjet tua, edhe me qira fjala, a merr zemër pak më shumë kur ke tifoz lek në sallë që bëjnë për ty, apo nuk lunë rëllë kjo pjesë? Që kur të bojnë qëka? Kur ke shumë fanca Kur ke shumë fanca në stadium që... Si marrë vesh. Si marrë vesh? Ja, vëllaj, si marrë vesh. Veç kur ti e kam... Pra nuk e ke menen heq Ja, fare. hiç se kam menen. Pra për ti nuk lunë rëllë, a ki shumë, a ki pak, Ja, se di. lunë. Unë kur ti në ring e baj punën teme edhe dalë edhe... Cila është pika jote më e fortë në ndeshje? Cilën e vlerëson të vetja më shumë ti që e ke taktik tëndën? Fillim, unë sportin ja kom nisë gjithë me kickbox. Po. Jam konë kickbox, edhe çdo ndeshje kom fitu në goditje. Po, në goditje. Tani ka orë, në amateur ka orë një kondustor, më ka kop mundje, edhe më ka mujtë, që ato e kom pos humbje në parë. Në mundje? Mundje, po. Se në mundje si shumë i fort, a? Që ta jam i fort. Tash po? Po, se mas se saj humbjes, e kom ditë që du të me ushtru ma shumë mundje, edhe pi që saj ndeshjes kom ushtru gjithë mundje, që ta jam ma i fort në mundje sa në boks. A Bibi është mundje i fort? Po, Jo në Bibi boks. është shumë i fort. Në boks nuk është i fort? Ja, s'është i fort. S'është i fort. Edhe ky tjetri, ky si ka emrin ky... Islam Qemajev. Hamzat. Hamzat. Edhe ky në boks shumë mundje, shumë i fort. në mundje është shumë i fort. Ato të Dagestanit. Dagestan gjithë janë. Po Dagestan veç mundje janë fort, po e vërtet është.
Latifi është në boks. Latifi edhe boks edhe mundi. Edhe mundi, të dyja i ka kombinuar shumë mirë bashkë, ai. Që ajo do të mi kombinu këtë senet. Po. Do të më konë se spërti o kaq, o rrit spërti kaq shumë, s'ka kundërshtar që jo veç i mundi, i fyrt, veç i boks. E ky Paloka që ato bo buj? Paloka jo edhe ai në boks e fyrt edhe në mundi. Të dyja i kanë kombinuar me ai. Okej. Interesant. A ka avancu shumë ky sport në vitet e fundit? Apo Shumë ekstrem, shumë. E ka marrë. Ka dalë pak boksi prej loje po më duket. Më shumë me tu MMA-ja o të rrit shumë. Po. Kush është tjetër nga shqiptarët që merret me këtë sport? Me MMA. A ka tjetër? S'ka shumë, veç Arjan Topollaj që këtë Gjoni... Arjani i furt është. Arjani po i. A është në boks apo në mundje më? Ajo mundi edhe ai i furt të mundi. Mundi është. Okej. Shumë djali mirë. Ama tepër, shumë djali mirë. Mu dhem të ajo humbja që e pati. Po, ndodhin, të janë pjesë e lojës. Mirë, po Arjanin e kena loqke, kena pjesë të misionit kur do që ai ka dëshirë me qenë të ne, është i mirë se ardhur. Altin Zenunaj, shumë faleminderit i dashur. Nëse keni mesazh më ia dhon dikujt ose një përshëndetje, më ia dhon dikujt që më apo surprizë kur ta shohin emisionin, si shkon keq. Është interesant më apo dikujt një përshëndetje që se pret. A di? Më përshëndes nonën dhe babën. Edhe më shumë foncat keq që i kanë. Bravo. Okej, faleminderit shumë Altin. Ishte kënaqësi edhe shihemi edhe herë të tjera në Full Ship Show. Shumë faleminderit med duar trokitje on big up von Jonas Altin Zenuni. Nein Jonas, nein Jonas, Altin Zenuni get mit diese song. Altin, me këtë këngë do të përzjellni. Faleminderit shumë edhe shumë suksese i dashur. Ja ku e ke këngën. O shkodran, a e dini besën Zenuni që më ke dhënë.